Ne kemi thirrë këtë seancë për diskutu për diçka që është jetike për një shtet, energji. Energjia është kusht për jetë normale për çdo qytetar dhe është element themelor për zhvillimin e një ekonomie. Mirë po fatkeqësisht, në Kosovë, furnizimi me energji elektrike tani mo nuk mund trajtohet si një mirë bazike. Qytetarët ende përballen me ndërprerje të furnizimit, ndërsa rritja e madhe e çmimit e ka bë qasje në energji të papërballueshme. Prandaj, për shumë familje në Kosovë, qasja në energji nuk është më një mirë bazike, por është një mirë luksi. Por kjo situatë nuk ka ndodhur krejtësisht. Ajo është pasojë e drejt për drejt e mënyrës se si kjo qeveri e ka keq menaxhuar sektorin e energjisë në këto vite. Fillimisht keni punu e keni propagandu kundër termocentralit Kosova e Re. Pastaj, kur keni ardhur në pushtet, keni hek dorë nga termocentrali me gaz. Në anën tjetër, nuk keni arrit as ti mirëmbani qysh duhet kapacitetet që e keni gjetë. Dhe këto ministri janë vazhdimsi flet për 20 vjet e 40 vjet. Ministre, kur ke ardhur në pushtet në vitin 2019, Kosovën e ke gjetë pa reduktime, e ke gjetë me çmime të lira të energjisë elektrike. Prodhim ka pas sot tash ose edhe më shumë se tash që prodhon Keku, dhe kompanitë kosovare janë furnizu nga shërbimi universal dhe nuk kanë pas nevojë të dalin, të detyrohen të dalin treg të hapur me çmime shumë më të larta. Dhe nëse ju thoni se tash është më mirë se çka qenë atëherë, në çka bazoni këto? Me çka është sot më mirë? Sot qytetarët dimër, verë kanë reduktime të energjisë elektrike, pagujnë çmimet pa përballueshme dhe importi është më i lartë se çdo herë që ka mund të jetë në Kosovë. Kështu që duhet lëni arsyetimet se ju nuk jeni në pushtet as që 6 muaj e as që 1 vjet. Jeni në pushtet që 6 vjet. Por 6 vjet i zhdasht keni diçka me tregu se çfarë suksesi ju keni arrit në energji. Nuk mundi më kon pushtet që 6 vjet e tash kur dojmë shku në zgjedhje, po thoni që vitin ardhshëm bëhet më mirë. Pse më ju besu? Çka keni bërë deri tash që më ju besu që në vitin ardhshëm ju pastaj me drejtu diçka në energji. Dhe krejt çka e ka karakterizuar këtë mandatin e juaj në qeveri kanë qenë lajmet hero ky blok, hero bloku tjetër, ndërprerjet një pasneshme të energjisë dhe krejt kjo i ka hapur rrugë rritjes së importit. Pra, çdo dështim për me prodhu energji, ju e keni kompenzu duke ble rrym jashtë vendit. Por këtë blerje jashtë vendit, ju e keni bo me çmime shumë të mëdha, me çmime shumë të larta, të cilat nuk i kanë pagu ata që kanë dështu me prodhu energji elektrike. Po këto çmime më të larta ja keni bërë qytetarëve në faturat që po i paguajnë çdo ditë. E prej këtij importi dikush ka përfitu. Kush ka përfitu? Janë që ato kompanit që po tregtojnë e po bojnë qarkullim milionësh brenda natës, e kush janë ato kompani, pe përmendin dhe Jona Mihajlin, që qenë ka në qendër të aktivitetit, sigurisht që aje di mas miri se kujt është ka e lejon me tregtu energji këtu. Dhe dëmi që i keni shkaktu qytetarëve me rritjen e çmimit të energjisë elektrike e te kalon shumën që e paguajnë qytetarët në faturën e energjisë elektrike. Për shkak se rritja e çmimit të energjisë elektrike e ka rrit kostin e prodhimit për bizneset dhe për rrjedhoj i ka rrit gjitha çmimet e mollrave dhe shërbimeve në Kosovë. Dhe kjo tregon se rritja e çmimeve në Kosovë nuk është vetëm pasojë e zhvillimeve globale, por në vazhdimsi po e përsërisim që në këtë rritje të çmimeve ka dorë edhe mos veprimi juaj, edhe mos kryerja e detyrave t'juaja si qeveri që ju takon. Dhe pasi që rritja e çmimeve ta ketë kapluar çdo sektor dhe ta ketë prekur çdo qytetar, tani më keni bë zakon
dilni me disa ndihma të njëhershme dhe me subvencione të pjesshme, siç është rasti edhe me energjinë elektrike. Mirë po kjo nuk është zgjidhje, për shkak se subvencioni pjesshëm i faturës nuk e mbulon rritjen e çmimeve që e ka prek çdo mall e çdo shërbim në Kosovë. Dhe ku jemi tani? Edhe pas 6 vite qeverisje, ju nuk keni lënë as një gjurmë, as në energji, e as në sektor tjerë. 6 vite qeverisje, as një projekt i madh i realizuar në Kosovë. Dhe projekti i fundit i madh në Kosovë ende mbetet autostrada Orban-Xhaferi e përfunduar në vitin 2019. Pra, për 6 vite, ende as një projekt tjetër kapital i madh me u përmend në këtë vend. Po çka keni prodhu ju? Ju në vazhdimsi keni prodhu kriza politike. Dhe në një të tillë jemi edhe tani. Të fitosh 51% dhe ta qosh vendin në zgjedhje, tregon se ju as nuk jeni të gatshëm e as të interesuar me qeverisë. As nuk jeni të gatshëm e as të interesuar me kry punët për cilat jeni zgjedhur. Mirë po, përderisa vendi po shkon nga zgjedhjet në zgjedhje dhe po zhvendoset fokusi nga problemet reale të qytetarëve, ju vazhdojnë të qëndroni në zyrat e qeverisë. Ju vazhdoni të përvetësoni benefitet e pushtetit, por pa kryer punë, pa rezultate dhe pa dhënë llogari për dështimet e juaja. Prandaj edhe nuk ish mongeni zgjedhjeve të njëpasnjëshme, sepse po ju mundsojnë të qëndroni në pushtet, mirë po të zhveshur nga përgjegjësia dhe llogaridhënia. Si përfundim, Kosova sot nuk ballafaqohet vetëm me krizë energjetike. Në rol të parë, ajo ballafaqohet me krizë të qeverisjes, sepse në vend që të shihnim hapa konkret për zgjidhjen e problemeve në energji, në vend se qytetarët të dëgjojnë për ndonjë termocentral të ri, apo për një plan që siguron pavarësi energjetike, ata sot dëgjojnë për pazare të kryeministrit me pozitat më të rëndësishme shtetërore. Dhe mos të harrojmë se kur vendi hyn në një proces të ri zgjedhor dhe prioritet i qeverisë bëhen zgjedhjet, qytetarët e Kosovës mbeten përballë të njëjtave probleme. Ata vazhdojnë të ballafaqohen me çmime të larta, me të hyrat pamjaftueshme, furnizim të paqëndrueshëm dhe të papërballueshëm me energji dhe mungesë të zhvillimit që i siguron mirëqenie më të mirë. Dhe edhe një gjë, po vazhdoni me përmend hetimin të kaluar. Por çish përmend ju hetime kur njeri juaj, drejtori Kekut Nageb Krasniqi është petria këtë akuza për abuzim me pozitën zyrtare në Kek. Po çfarë morali keni ju me fol për hetimin të kaluar? Kështu që ballafaqoni me të vërtetën. As nuk keni punu, as nuk i keni rujt institucionet. Nuk keni punu kur gjo, po keni abuzu sa keni mujt dhe sot po ballafaqoni me sistem drejtësisë.